motra që ka lidhë me të ka qenë me e bukur. Edhe ka pas dëshira të mi marë, Ademi a.s. ka në kështurë dhe i Zotit i prerë, edhe mos mi zgjatë, Ademi a.s. si kompromis ka thonë, prerën e ka një kurban, cilët ja prano Zotit, pra aje ka drejtë. Edhe ja ka pranu Zoti Habilit, s'ja ka pranu Kabilit, mirë po kryeneq edhe e myti vllahun e vetë. Do më thonë, pra kurbani është prej Ademit prej njerit të parë. Ndërsa ma vonë, historiku i Ibrahimit a.s. vetë emri Halilur Rahman i dashurit të gjithë mëshirshmit e ka pas ofiqin. Halilur Rahman. E ka begatu Zoti me të mirat dynjas shumë, për nuk ka pas fëmi. Zatën këtë botë, askush nuk ka me të gjitha. Mund ndodhë që ka malë shumë, po e ka dikën smur, mund ndodhë që ka malë shumë, po s'ka fëmi heq, mund ndodhë që ka malë shumë, po e ka vetëm vajza. Me një fjallë, askush nuk ka me të gjitha në këtë botë. Edhe kështu që e ka lutë Zotin, ditë edhe natë, o Zot, ma fali djallë. Edhe nëse unë gëzan, ma jep, unë jëmë në gjendje për ty edhe kurban mi pri. Mirë po, Zoti ja plotësoi dëshirën, edhe thua dikun mas 80 viteve, i ka pas Ibrahimi a.s. ja ka falë Hazreti Ismailin. Sa i bukur. Po tash djali kur nisi me shkue, mas babës, hala dhe ma i dashur, mirë po një net pejnatve, Ibrahimi a.s. ndroj mi prej djalin kurban. Edhe i shkoj menja, ku më thonë, po kur edhe 2 të natë, atëherë veç diku 70%. Kur edhe 3 të natë i ka thonë, e di për Zotin që ka ke bo, njetë, ka thonë po e di. Do të të është zëtuar para se ti lente, që nëse veç ama një fri, nëse me, pra une jam gjendje mi prej edhe kurban. Pra ndaj, ndesër që të gjithë haqit e emitojnë Ibrahimin a.s. e emitojnë gruën e Ibrahimit a.s. edhe vetë Ismailin, sepse kur vendosimi prej djalin kurban, i tha gruës vetë, se dinë që gruaja mund ndodhë që e dobë të i dhimë djali dhe i tha, pastro djalin, veshe bukur se jemi thirrun në zjafet. Mirë po dreqi, në formë të njeriut, shejtani iblisi ka shku edhe i ka thonë, për ta pret djalin, se kjo qmen. Në atë kuptimin, dreqi që shdo mënohet me të largu për urdhave të Zotit. Mirë po gruaja duke ditë, Ibrahimi që është i dërguar i Allahut, i ka thonë largohet dushman. Edhe i ka marrë një guralec, edhe i ka gjuë, edhe i ka qërruë, njërin sy, iblisin. Pra nga kjo moment ka mbetur edhe ajo gjuajtja me guralec shejtanin në gjatë pati. E tash, Ibrahimi a.s. e ka marrë djalin edhe ka shkuën në fush diko në mal, edhe aty i ka unë djali jam. Zotim ka thonë me të prej kurban. Ka unë baba jam. Që urdhën e Zotit të në ven, se unë do t'jem prej atyne që do t'duroj. Mirë për i ka thonë, lidhme i ka me dur. E mos të përlyhna me gjak se nona bëhat marak. Mërë me men qëfar edukate për dhe qëfar sabri kanë pas të dërgurët e Zotit. Edhe kështu që Ibrahimi a.s. Bismillah, Allahu Akbar, se zbahat Bismillahirrahmanirrahim kur prejet kurbani, po veç Bismillah, Allahu Akbar. I ka ra një herë se ka prej, i ka ra një herë se ka prej, se Gjibrili me laqet jenë të padukshme. Ja kanë gjitë dorën këtu dhe se ka lomi prej. 3 herë i ka ra gurit, atë që preht, ka që jenë thika, sa që unë nda gurit 2 copsh. Për në atë moment, Gjibril Jemini ka thirë, ja Halil Allah. Ja Halil Allah, Gjibrili ka thirë, dashi pe i gjenetit, ka ardhë me tekbir, ja ka pru dashi ka unë preje, për ne kemi pas qëllimin me të matë, sa e dënë Zotin. E jo mi prej djalin, e kjo dhe më thonë është një sakrificë sublime, pa shembult, që ata që jeduan Zotin shumë, janë në gjendje edhe me dhonë, edhe me agjerue, edhe me prish gjumin, edhe mu lagë, edhe mu djersit, po edhe
ka qenë në gjendje dhe djalin e vetëm i preje, vetëm e vetëm. Po, duke ditur që Ademin e kanë edhe fetë tjera, monoteiste, krishterizmi, hebraizmi, po ashtu edhe Ibrahimin, Abrahamin që e thojnë në gjuhë tjera, a e kanë të njëjtin rrëfim dhe a e kanë edhe ata që lloj obligimi që është në kurbanit? Si e trajtojnë, si e kanë rrëfimin e kurbanit Nuk e kanë, sepse e kanë ndryshue, e kanë shtramue, e për ata që e kanë shtramue, Zoti Gjeleshanehu kanë ndërhy dhe e ka quë të dërguarin e fundit, Muhammedin a.s. gjërat e kristalta qysh kanë qenë prej fillimit deri në fund e ka quë Kur'anin. Prandaj Kur'ani i përfshin të gjitha ato libra apo fletushka, sepse asnjë pejgamber i Zotit nuk ka qenë që s'ka pas libra apo fletushk. Mirë, po ka pas pejgamber që kanë qenë lokal. Për shembull, i një fshati, i një qyteze të vogël, i një qyteti. Ndërsa Muhamedi a.s. është wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin për mbar botën. Prandaj nuk ka ditë më të vlefshme brenda vitit se sa këto 10 ditë të muajit Dhulhijhe. Dhe nuk ka net më të vlefshme, pra falem për ditë, ndërsa nuk ka net më të vlefshme brenda vitit se sa 10 ditëshi i Ramazanit, gjithsesi 10 net e fundit. E këto çka ka karakterizohet diçka edhe tjetër, pse pshtoi Zoti Ismailin me kurban, ajo ditë për neve na ka met Bajram. Qartë. Aty rrjedh. Sot do ditë e Arafatit, që të gjithë haxhit e rruzullit të kësor që kanë shkuar në vendet e shejta, është obligim, është farz, sot me qëndru në fushë të Arafatit. A janë 19 milan, a janë 12 milan, Allahu alem, që të gjithë janë me 2 pilhura. Njëra në shokë e lartë, tjetra në shokë e poshtë. Pëse e keni përjetua, po jo? As nuk lejohet tesha të brendshme, as qerap, as kapel. Qka bojnë, sa që bojnë atë? Kjo simbolizon qefinin. Pas vdekjes, kur të vdesëm që të gjithë kena mu pështijel me qefin. Po edhe kur dalim para Zotit, askush nuk ka gradë. Për shembull, elhamdulillah, ki shku edhe presidenti i Shqipërisë. Në Haxh, pse o president, aty ka me nejtë si kuraj që është qabani deleve. Bashkë. Gjithë të barabartë. Kështu që, para Zotit, jem të gjithë të barabartë, prandaj du të marrin të tjerët model shembull që devotshmëria është tek Zoti Gjeleshanehu prioritare, e jo shembull për bëj as pasuria, as bukuria, as madhësia, po në xhenet hyhet me devotshmëri. Hoxh, ne jemi rritë dhe në fakt ashtu si që thatë dhe jo, duke e kuptuar dhe duke na mësuar që është fest e sakrificës, po ana tregon thelbin e sakrificës si ta përkthejmë ne në kohën e sotme këtë koncept dhe çfarë do të sakrifikojmë ne si shoqëri aktualisht, duke u bazuar ndoshta pak edhe në rrethonat kohore në cilat jemi duke jetuar. Ne do t'i mbesëm besnik fjallës Zotit, fjallës pejgamberit a.s. pas 1000 vjetëve, sepse qabën e vetëmja shtëpi në rruzullin të kësor që është ndërtuar me urdhër të Allahut të qabja. Ndërsa të gjitha xhamit në rruzull të kësor janë të ndërtuara me iniciativën e njerëzve. E aty Ademi a.s. mas pari e ka bo haxhin. Për në kohën e Nuhit, kur është paraqit idhujtaria, Zoti e ka ngre në shqillin e 7, e i thojnë Bejtul Ma'mur, qatë qabe që u konë. E ta shpërmi për 3, pas tufanit që ka ndodhë në kohën e Nuhit a.s. Zoti Gjeleshanehu, mas 1000 vjetëve, ja ka pru Ibrahimit a.s. situatën kësafare, edhe tash çuditërisht i ka thonë gruaja e parë, se këto me gru 2 e ka pas. Ismail. Do më thonë Ismailin, hiq ma pe i shpije. Djalin edhe këtë grue. E ta shajde njeri për shembull ndonë në pjesë të tokës, mane ja marrë një shpi, po mi quë me 1000 kilometra, edhe kër e ka qunë atë vend djerin, vend të shkret, pa banor, pa pem, pa uj, pa kur gja, grua i ka thonë, o Ibrahim,
Pash Allahin, atë ka thonë Zoti, ati pe i kres tone e kije kitë punë që i përna le kështu. Ka thonë vallahi Zoti më ka thonë. Ka thonë u krye. E tash, ne pra në kohët e sëdit, do të mbesëm besnik mësimeve të Zotit ashtu qysh kanë vepruar të dërguar të Allahut ma herët, edhe Muhamedi a.s. ditën e Bajramit i ka prej 2 kurbana. Njërin e ka prej për veti, tjetrin e ka prej për ummet. Pra edhe ne duhet të jemi ata të cilët ta pasojmë këtë tradit profetike dhe këtë tradit të Zotit Gjeleshanu, sepse therrja e kurbanit në fenë tonë është vajxhip, që do të thotë urdhër i Zotit. Çka nuk kupton kjo, thatë 2 kurbana i ka, prej njërin për vete, njërin për umet. Do të thotë për që këta që nuk kanë mundësi me prej sot kurban për shkak të mjeteve financiare, a do të thotë që është prerë kurbani për ta nga vetë pejgamberi më herët? Ajo nuk ka qenë për atë kohë, ajo nuk është për se cilën kohë, shembull të bëj që ta shterin kiamet se i ka prej pejgamberi a.s. me i rrëzua këtë obligim për të tjerëve. Po se cili musliman që është zot shtëpije, i ka kushtet, e ka vajxhip mi prej një kurban. Pra është obligim? Obligim fetar. Obligim fetar. Obligim fetar. Çka nëse s'kryhet kjo obligim dhe të njëjtën kohë janë kushtet? Pejgamberi a.s. ka thonë te Zoti nuk shkon as gjaku, as mishi e as lëkura. Për shka qëllimi shkon jeti. Në secilën kime të kurbanit ka thonë ka sevap. Edhe e kum lexuar dikun, thot ditën e gjykimit atë kurban që e ke prej në këtë botë, nëse njeriu, shembull për bëj gjatë hyrjes që kemi kalu urën e Siratit, ka plag nga zjarri, se nuk është let me hinë xhenet, kurbani dhe t'ja kuran apo dhe t'ja lipin ato varë. E për ata që nuk kanë mundësi, çfarë lehtësime ka? Ai që nuk ka mundësi, nuk e ka obligim. Sikur, ai që nuk e ka shëndetin se ka obligim me agjërua. Ai që s'ka parë se ka obligim në qabë me shkue. Qështu është, edhe ai që faktikisht nuk mund mbijeton me një pagë, edhe jo rryma, jo ushqimi. A obligohemi gjithsesi ta shpërndajmë atë misht kurbanit? Po, bravo, shumë mirë që pyete sepse këto Ndarja janë. mishit kurbanit, do më thonë, do të bëhet në 3 pjesë. Kur thëmë në 3 pjesë, e kam fjallën nëse i qetë ai 30 kg mish. 10 kg ka të drejt me i nalë për antarët e familjes. 10 kg këjshin. Po. Do t'i gjenë disa që jenë ma të varfën. Po edhe 10 të tjerë vllaznin llakut, në mënyrë që të përforcohen lidhjet familjare. Mirë. E nëse shembull për bëj qatë 100, prapë do më thonë ka 33, është mënyrë proporcionale do më thonë do të ndahet në 3 pjesë. Çka nëse nuk i ka mundësi të fare edhe krejt mishin po du me ndalë për vete? Lejohet edhe kjo, për shembull s'ka prej kur njët, se ka që jeni pa punësum, mirë po kohët e funit, apo para 2-3 muajve, është punësue, e ka qeni varfën, e kanë konsumue mishin, rallë, shoqja ati, e fëmija ati, ka të drejtë të tërin minalë. Shumë mirë. Kur duhet therrët kurbani? Natën e Bajramit apo ditën e Bajramit? Ai që e therë natën e Bajramit, ai nuk është kurban. Ai më numërohet sadak e rëndëmt. Kush do që therë sot, për shembull, nuk vlen. Ai nuk vlen. Ka raste kur therrën edhe sot? Mund ndodh ata që nuk i dinë rregullat e fesë, mund ndodh që Kur therrën? apo dikush tjetër për shembull i bëj i din rregullat, po don çka po di. Shkon që ashtu për shtatë. Me au sigurue dikujt shembull i bëj me thonë që mos të kanë breng të lashe mi ble. Edhe ja u jap mirë, po vlerën e kurbanit nuk e ka. Therrja kurbanit, pra, bëhet mas faljes së namazit të Bajramit. Ditën e parë, ditën e dytë, edhe ditën e tretë deri në ikindi. Pra 3 ditë ka kohë për therrjen e Bajramit. Mirë po, nuk është mirë edhe është e qërtueshme 3-4 hoqë. mi prej tek birët merën deri në 4 ditë. Nuk është mirë
mi prej masi të bije muzgu i akshamit apo të prarë dielli. Është me kru. Po do të mi prej gjatë ditës. Mënyrja do të kemi etik edhe kultur. Kur prehet kurbani, do të imbuluhen sytë. Sepse është shtazë, a nuk di me folën gjuhën tonë, po ka frikë nga thika. E duhet pra me jamlu sytë. Duhet jo të rre, po duhet në mënyrë të kulturume me quëtet e veni i therjes. Kurbani duhet të kthehet nga kibla. E si kthehet nga kibla? Do me thonë, si kur njeri kur vërrosët, që koka është për i përëndimit diellit e trupi o drejt me qabën. Pra koka e kurbanit duhet jetë nga përëndimi i diellit, jo nga lindja. Edhe bismillah, Allahu Akbar. Gjithashtu vlenë theksohet, lkura e kurbanit nuk bë mushit në asnjë mënyrë. A do të me bo me tamë? Po, ajo, ja duhet të nalet për veti, për nevoja familjare, sikur që dikush din me i punu mirë, me i regjë mirë dhe i majnë për shtëpia, për kultuqe, për çka po di, apo edhe jenë falën të si lloj postakije, si lloj segjadje. Apo të dhurohet pra sadak, sikur që është institucioni dhe i vetëmi... Me gjusin beturin? Urna? Me gjusin beturin, me hesin beturin? Ajo bile shumë e qërtushme. Edhe pjesët e brendshme që nuk hahën, ato duhet të grëposën. E jo në asnjë mënyrë të qitën rrugëve, e të bezdisën qytetarët, ajo është e qërtushme edhe e denushme fatalisht. Kemi pa vazhdimisht në për disa vende ku therën kurbanës e çfarë ndodh. Beturinat, për thënë betjet. Ka të pa edukum, ka të pa informuam, ka të pa mësuam, që nuk i din rregullat, edhe faktikisht kanë dëgjuar të tjerë dhe për pres. Mirë po, unë po tregoj që është ndaluar ajo rrepsisht dhe nuk duhet në asnjë mënyrë ajo të ndodhë. Pra të gjitha mbetjet duhet të gruposen në ndhejpe, thëmështë. Po. Tjetra, ata që nuk i kanë kushtet, jetojnë për apartmante, jetojnë për banesa, si ka kushtet, a i s'ka ku grëpos, edhe s'ka mundësimi prej, i vetëmi institucion që është përgjegjës për mbarvajtjen e fesë në trojet tonë është Bashkia Islame. Ka mundësi të dhurohet kurbani, edhe ata mish shkon për nxënësat e medreseve. Medreseja Alaudin Prishtinë, medreseja në Gjilan dhe medreseja në Prizren. Ndërsa ajo që është të pricë, gjithmonë që dikun 7 ton, para disa dite i ka shpërnda Bashkia Islame në vojtarëve. Dhe gjatë tër vitit, do me thonë shoqata Beriqeti, kujdeset për jetimat, për skamnort, për njerëz nevoj. Hoqë, me qenë se jemi dhe drejt fundit, a keni një mesazh për gjithë shikuesit e programit tonë? Po para se me dhonë mesazh, kisha me thonë, sot karakterizohet edhe diçka që një pjesë e popullatës ndoshta nuk e din, sot ka zbrit ajeti i funit i Kur'anit, që Kur'ani feja është plotësua. Edhe ka qenë në Arafat. Edhe ky ka qenë si paralajmërim që edhe pejgamberi do të vdes. Dhe vetëm pak muaj mas zbritjes ajetit funit, do më thonë pejgamberi a.s. vdes. Kjo fe është madhështore. Kjo fe dihet ajeti i parë ku ka zbrit atje në atë shpellën Hira, po dihet edhe i funit. Sa që për shembull jahudit kanë thonë sikur tek shumë ditë na, vetëm për një citat ku ka zbrit, ne do të bëjshëm fesë shtetërore. Prandaj ky Kur'an është madhështor, e porosia ime për të gjithë vëllezërit dhe motrat është që ta shtrinë dorën, ta vizitojnë Farefisin, sepse nuk ka bajram ai i cili nuk shkon dhe nuk e viziton të afërmin e vet. Përpos kësaj, do të mendojnë që t'i gëzojnë bonjakët, jetimat, njerëzit që janë pa fëmijë, pleq, si urim
Të veçantë, kisha më ju thonë radhë të parë, familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës, pjesëtarëve të ushtrisë qërimtare, policisë të Kosovës që natë e ditë, si me sy shqipohen një, na ruajnë dhe i ruajnë kufejt cep më cep të shtetit tonë. Për fund të gjithë shqiptarëve kudo që janë në vendin tonë, në diasporë, Zoti i ruajt edhe kalofshin sa ma mirë, veprat e mira, Allahu Gjeleshanu ja u pranoft, gjunahet inshallah na i falë, agjerimin që e këna bo sot inshallah Zotin e a pranot gjithve, ky është mesazhi im për këtë bajram. Faleminderit shumë hoqë që ke qenë së bashku me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë gjithashtu dhe ty e ne. Do të takohemi edhe një herë në ora 9, ndërkaq miqdashur shkohat tani për parashikimin e modit do të presim në studio Aurorën.